Sa bashkitë dhe votimin nga ana e tyre ka ardhur, i ndjekim në këto momente. Është një ditë e shënuar jo vetëm për mua personalisht që kandidoj si e para grua në siglën e një parti socialiste, një grua që e ndjek ritmin e qytetit, energjinë e tij, njeh njerëzit e qytetit edhe ka përkushtimin ndaj njerëzve, por më e rëndësishme se mua, kjo ditë është për qytetin, për qytetarët e Vlorës që kanë treguar gjithmonë kulturë demokratike, përgjegjësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Uroj që ata sot votojnë me zemër, me mendje dhe me përgjegjësi qytetare, për më të mirën e Vlorës. Duke se ka një pjesëmarrje të ulët në këto momente, mendon se do ndikojnë procesin zgjedhor dhe ajo kënaqë një fitore me këtë pjesëmarrje? Mendoj që pjesëmarrja është shumë e mirë, sepse ne ndjekim ritmin e pjesëmarrjes nëpërmjet interpretimit të KQZ-s edhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. Zoja Mersini, çfarë simbolike ka shiu në Vlorë? Gjithmonë varësi, kudo, jo vetëm në Vlorë. Sot